Është rritur numri i përdoruesve dhe shitësve të substancave narkotike të miturit në Tetov. Komandanti i sektorit për punë të brendshme Tetov, Muhamed Ademi, në një briefing me gazetar, tha se gjatë kohës së fundit janë rritur ndjeshëm edhe aksionet antidrog, sidomos në hapësirat përreth shkollave dhe janë parandaluar shumë raste. Ai thotë se droga më e shpesh që haset tek të rinjt është marihuana, ndërsa mungojnë rastet kur në afërsi të shkollave fillore dhe të mesme është zënë edhe kokainë. Janë rritur kontrollet në objektet hotelerike që gjenden në afërsi të shkollave. Nuk kemi të dhëna të sakta, por kemi rritje të numrit të zbulimeve të rasteve të tilla. Kjo ka sjellë deri tek parandalimi i paraqitjeve të rasteve të reja. Droga më e shpeshtë është marijuana, por nuk mungojnë edhe raste të kokainës. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, tha se kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit edhe në kuadër profesional, në këtë rast psikolog, për trajtimin e nxënësve që janë përdorues apo shitës. Kasami gjithashtu bën apel prindërve që të kujdesen për fëmijët e tyre edhe jashtë shtëpisë, me qëllim që të kemi një rini sa më të shëndosh dhe larg rrezikut. Ajo që në të kaluarën nuk janë zbuluar si raste të tilla, tregon se nuk janë marrë masa adekuate. Ne do të vazhdojmë luftën me këto dukuri deviante, sepse këto janë, do kisha thonë, sfidat e kohës moderne, por ne si pushtet lokal, përgjegjës për shkollat, në bashkëpunim me sektorin për punë të brendshme, do të vazhdojmë që me masat që i përmenda dhe me aktivitetet tjera në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit, me Inspektoratin Shtetëror për Arsim, të rritim kontrollat, të rrindim masat parandaluese, konsultimet e ndryshme dhe gjithë veprimet në drejtim të asaj që të ballafaqohemi. A do ketë rritje apo rënje, kjo nuk varet vetëm nga veprimet që i marrim ne, por është një dukuri, do kisha thonë, shoqërore, të cilën ne duhet si shoqëri ta luftojmë. Këtu do kisha bë ftesë edhe te prindit që të jenë më të kujdesshëm me fëmijët e tyre, sepse nuk është që kur i nxjerrin nga dera dhe kanë larguar përgjegjësinë nga vetvetja, ata duhet kujdesen për fëmijët e tyre 24 orë, jo vetëm kohën kur janë në shtëpi. Përveç rasteve të përdorimit dhe trafikimit të substancave narkotike, të miturit po shtohen edhe raste të rrahjeve, bullizimeve dhe keqtrajtimit të moshatarëve të tyre.